pyta, ka shumë... Po duhet të kesh, këtu janë 150 kamera. 170. Pikërisht, dhe neve nuk jemi gjithmonë, se thuhet, të vetëdijshëm që po filmohemi. Domethënë neve ka raste që nuk e dim se ku po filmohemi. Ti mund të jesh domethënë me siç jemi ne me rrobat të shambër që dalim domethënë një komplet pa lidhje. Prandaj them, ka shumë momente që ata i shikojnë dhe ne nuk i shikojmë. Dhe ata mund të gjykojnë siç ishte rasti jote që po thosha, ti ishe të dhëma rrëfimit, ndodhte diçka ndonjë goxha, situata ndodhet shumë shpejt këtu. Nuk do të thotë që unë s'lëviza, tjetër s'lëvizi. Unë besoj, unë nuk rri gjithë ditën vetëm duke kënduar për 3 kot. Ka shumë lojtar ose nuk janë lojtar fare, më saktë banor këtu, që rrin thjesht kot. Publiku e di këtë gjë, kupton? Dhe prandaj të thash, unë nuk jam lojtare afat shkurtër, jam lojtare afat gjatë. Asaj si dihet, nëse ata vendosin se m'kan qef e tjerë si thua ti, por për ndonjëherë kohë harroje që po rri. Ka dhe shumë njerëz që u ndezën fillim, u munduan që të krijonin situata me mua, u fikën. Janë fikur totalisht. Kupton? Kaq. Por, thash, aktivizimi nuk është vetëm tek rasti i nominimit. Unë kam qenë aktive, më përpara jam aktive të tash dhe këto ditë. Por jo në atë mënyrë. Kam aty në dorë, thua, jam kjo dhe. Se po të ndryshonje. Jo, absolutisht. Unë kam ndryshuar gjëra, ka ndryshuar rrjedha shumë. Rrjedha ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Ti nuk e ke vënë re ndoshta, ti nuk e di për çfarë po flas. Por në marrëdhënie me mua të ke qenë e njëjta. Jo, me ty është tjetër gjë. Nuk e ndryshuar hiç. Jo, unë flas për gjëra të tjera. Kupton për si para nominimit, sipas nominimit. Ti me mua ke mbajtur normalisht, një linjë. Nuk kam arsye unë që të ndryshoj marrëdhënie me ty. Po jo, nuk kupton dhe një. Çfarë pretendon ti? Ti më fal, nëse unë isha në nominim, prit të shpjegoj një gjë. Ilir. Atë që thua ti, që unë jam nuk ndikojmë nga nominimi. No, fare. Jo, më të them, me mua ke qenë e njëjta. Për shembull, po të një nominim edhe të bëj një ku e di unë. Ja, për shembull, të jap një shembull. Nëse të bëj një, domethënë të vinë. Do të kisha provokuar për shembull. Çfarë provokoja unë ty se doli ti praj. Do të provokoja. S'di unë domethënë të arrin provokim. Domethënë janë gjëra pa lidhje komplet. Unë di ku dhe si. Por kam tjetër marrëdhënie, më kupton? Është tjetër marrëdhënie. Dakor, po e kam thënë që koha nuk pret se është një kohë shumë e shkurtër. Edhe është ajo që të them, që ti mund të kesh shumë për të dhënë, mund të jesh shumë e mirë. Një goditje, një plumb pas nesër, një plumb pas nesër. Domethënë ikëm si thonë, ikëm si del pranë drejt. Me kuptimin e fjalës. E kuptoj. Prandaj tash ndoshta mund ta ndryshonje në kuptimin se esenca këtu është me lojë radhë.